Përshëndetje miq nga monumenti i pavarësisë në Vlorë, nga qyteti i Vlorës, nga ky monument simbolik, doja t'u bëja një thirrje, një mesazh gjithë të rinjve, gjithë grupeve të moshave që nuk kanë votuar deri tani. Është momenti historik për të votuar për ndryshimin e Shqipërisë. Është momenti që të votoni edhe ju se do bëheni pjesë e këtij ndryshimi të madh. Do bëheni pjesë e pavarësisë së re të Shqipërisë, e çlirimit të Shqipërisë nga ky klan gjakpirësish, nga pushteti më i korruptuar që ka njohur historia e Shqipërisë nga koha e Pellazgëve deri më sot, përsa i përket numrit të dënuarve për hajdutëri. Qeveria më e korruptuar, më hajdute e historisë 2000 e ca vjeçare shqiptare duhet të marrë fund. Ndaj ju bëj thirrje, kontriboni në pavarësinë e re të Shqipërisë, në çlirimin e ri të Shqipërisë nga kasta e vjetër politike që i piu gjakun këtij populli deri më sot.